Përshëndetje dhe faleminderit që sot jemi edhe më shumë. Do flas vetëm për diçka shumë thjesht, pa e zgjatur, se edhe nuk kemi zë, por gjithmonë edhe pse dalim çdo ditë nuk do lodhemi, edhe do jemi gjithmonë edhe më shumë. Dhe keni parë kryeministrin që ka filluar të sulmojë influencerat, sepse një nga muret kryesore të tij ishin patronazhistët që komentonin online dhe prishin algoritma dhe rrjetet sociale. Ishin aplikacione si aktivisti që manipulonin këto algoritme dhe duke manipuluar dhe mediat, ai kishte kontroll për çdo gjë që duhet të thuhej dhe për çdo të vërtetë që duhet të thuhej. Prandaj ai sulmon ata sepse ja kanë thyer këto mure. I bëjnë një thirrje spakut, GKK-s, gjykatësve, prokurorëve që kjo protestë është edhe për ju. Jini të vërtet, hetuni sepse po presin të fusi kriminalët dhe korruptuarit në burg. Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! Bosh komunizmi! I bëjnë thirrje të gjitha atyre bizneseve që kanë presionin ta ndihmojnë mbi supe, të gjitha atyre dyqaneve të vogla në lagjet tona, marketeve, mbyllini qepenat dhe bashkohuni këtu! Bashkohuni me ne! 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 Të bëjë thirrje dhe gjithë institucioneve, rini larg protestuesve dhe mos bëni presione për ata që marrin pjesë në protestë. Mos ta provoko! 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 Gjithashtu, ju bëjë thirrje edhe institucioneve ndërkombëtare që të kenë sy nga kjo protestë, që të hetojnë çdo njeri që bën presione dhe të mbajnë shënim të gjitha këto presione. Do hiqu! Do hiqu! Do hiqu! Do hiqu! Do hiqu!